Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka dërguar Shqipërisë një telegram urimi me rastin e 28 nëntorit, duke theksuar rëndësinë e partneritetit të fortë mes dy vendeve. Trump riafirmoi se lidhjet e ngushta sigurie, ekonomike dhe njerëzore formojnë bazën e një bashkëpunimi strategjik dhe shprehu gatishmërinë për të zgjeruar atë në fusha prioritare si stabiliteti rajonal, përballja dhe organizatat kriminale ndërkombëtare dhe rritja e tregtisë dhe investimeve dypalshe. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të krijuar nga lidhje të ngushta sigurie ekonomike dhe njerëzore. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit tonë mbi prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë stabilitetin rajonal, përballjen me organizatat kriminale ndërkombëtare dhe zgjerimin e mundësive dypalshe të biznesit dhe tregtisë. Në të njëjtën linjë, sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, përmes një deklarate publike u shpreh se aleanca mes Shqipërisë dhe SBA-s është e bazuar mbi angazhimin e përbashkët për një të ardhme të dhe të begat. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të ndërtuar mbi angazhimin e përbashkët për një të ardhme më të sigurt dhe të begat. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë reciproke dhe ne mirëpresim investimin e shtuar të Shqipërisë për sigurinë tonë të përbashkët. Rubio shtoi se bashkëpunimi në fushën e drejtësisë dhe sigurisë ka rezultate konkrete duke përfshirë përpjekjet për parandalimin e veprimtarisë së grupeve kriminale ndërkombëtare, luftën kundër trafikut të drogës dhe adresimin e kërcënimeve kibernetike. Partneriteti ynë me forcat ligjzbatuese shqiptare i bën qytetarët tanë më të sigurt, teksa ne përballemi me kërcënimet që paraqiten prej grupeve kriminale ndërkombëtare, karteleve të trafikut të drogës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta. Ne gjithashtu e vlerësojmë bashkëpunimin e ngushtë në adresimin e kërcënimeve kibernetike, si dhe përgëzojmë Shqipërinë për hapat e saj, domethënës në sigurinë kibernetike. Në përfundim, sekretari Rubio bëri thirrje për zgjerim të mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat e sigurisë, lidhjeve ekonomike dhe miqësisë qëndrueshme, duke theksuar rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm mes dy vendeve. Mesazhet e Trump dhe Rubio përforcojnë imazhin e një partneriteti të fortë dhe të qëndrueshëm midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që shqiptarët festojnë një nga datat më të shënuara të historisë së tyre kombëtare.